Rreth 150 punonjës të firmës nën-kontraktore të Bankers Petroleum Global Energy kanë dalë paraditën e kësaj të martën në një protestë pranë zyrave të kompanisë në Fier. Ata thonë se kanë vonesë të pagave për shkak të pamundësisë financiare të kompanisë me pretendimin se Bankers nuk ka shlyer detyrimet ndaj Global Energy. Protestojmë sot sepse kemi vonesë të rrogës të muajit nëntor. Ne kemi afat kohor të rrogës nga data 8 deri në 12 dhe rroga nuk është hedhur akoma. Ne kemi lënë me fjalë një javë afat dhe akoma nuk na kthejnë përgjigje konkrete. Kompani Bankers tani për shkak me gjithë informacionet që kemi është një kolaps për mbytjen e doganave, akcizës me informacionet që kam unë. Situata ka qenë problematike prej disa muajsh, por nëntori është muaji i parë që kompania nuk mundet t'i paguajë punonjësit. E megjithatë, ajo çfarë i shqetëson më shumë ata është vejmësia e kompanisë pas deklaratës zyrtare se dogana ka bllokuar infrastrukturën nxjerrëse të vendburimit të Patos Marinzës. Jemi jashtë afatit për marrjen e pagave. Në kontratë kemi në datën 12, sot është data 15 dhe ne nuk kemi marrë akoma pagat. Pra ka kaluar me një muaj? Jo, të pagat e nëntorit. Disa ditë? Po, disa ditë kanë kaluar. Për shkak të informacioneve të fundit dhe çfarë kemi lexuar në media, dhe ne jemi shumë konfuz dhe shumë të indinjuar dhe çfarë mund të ndodhi se po vjen afron dhe muaj tjetër ne nuk kemi marrë pagat e muajit nëntor. Punonjësit pohojnë gjithashtu se të gjitha firmat nën-kontraktore ndodhen në këtë situatë kolapsi dhe nëse nuk do të ketë asnjë reagim, të gjithë punonjësit do të bëhen bashkë me protesta të vazhdueshme. Prej disa muajsh tashmë, Bankers Petroleum ndodhet në një krizë për shkak të një hetimi nga prokuroria e Fierit, ku zbulua se kompania e cila prej më shumë se 20 vitesh nxjerr naftë në Patos Marins ka shmangur për vite të tëra me radh taksat. Sipas hetimeve, gjatë periudhës 2004-2024, kompania ka eksportuar dhe ka shitur naftë me një vlerë totale prej 532 miliard lekësh, rreth 5 miliard euro, por ka deklaruar humbje prej 11.7 miliard lekësh dhe nuk ka paguar asnjë tatim fitimi.